Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje tek tarot, energji e tarotëve. Të ka haruar personi i zemrës, apo akoma e ka mendjen tek ty? Pra personi i zemrës të ka haruar, apo akoma e ka mendjen tek ty? Çfarë thonë tarot? Ky person i zemrës tuaj është njeri shumë i sinqert dhe ju keni krijuar një dashuri të fortë me baza sinqeriteti në jetën tuaj. Ky person nuk të ka haruar. Ky shumë shpejt ju sjell një mesazh dashurie, sepse juve ju shikon si femër e tij më të fuqishme në infinit. Një femër që ka energji të fortë brenda vetes së saj. Dhe ky mashkull për ju është një mashkull magjik në infinit. Pra jeni të dy me një energji të fortë të fuqishme në infinit. Jeni sikur jeni të bërë për njëri tjetrin. Keni dhe pjesën e drejtësisë, pra të dy jeni njerëz të drejtë. Keni pjesën e drejtësisë brenda vetes tuaj, si ky gjykatës. Personi i dashur, i zemrës tuaj është pak i menduar, sepse do të bëjë një takim shumë shpejt me ju. Pra, ai shumë shpejt do të bëjë një takim serioz, një takim që do të sjellë një transformim, një ndryshim të madh në jetën tuaj. Sepse ju keni kaluar dhe dallg, jo të mira, keni kaluar fortuna. Por ky ndryshim do të vijë shumë shpejt në jetën tuaj. Ai nuk ju ka haruar kurrë. Ju jeni gjithmonë në mendjen e tij. Një fillim i ri do të jetë shumë shpejt në jetën tuaj. Mbylli një kapitull, do të hapni një kapitull të ri, do mbylli një kapitull të vjetër. Do lini mbrapa të gjitha gjërat jo të mira që ju kanë ndodhur në jetë. Dhe do filloni një kapitull të ri në jetën tuaj të dy bashkë. Pra, personi i zemrës tuaj asnjëherë nuk ka haruar. Me kë rezonon, me kë emër, me kë gërm të parë të emrit tuaj? Me gërmën Z, me gërmën C, me gërmën D, me gërmën L, G, R, B, G, E, H dhe A. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshoren, me dashin, britsjapin, qiljetarin, binjakët, demin dhe peshqit. Faleminderit shumë, miqtë e mi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.